Vendimi i Trumpit është vendim ksenofob. Vendimi i Trumpit është vendim ksenofob. Pra arrestoni çdo kënd që është emigrant edhe merr mbar edhe çoj. Aktualisht jo, në absolute jo. Ata që janë pa regjistruar, ata që janë pa letra. Jo, në absolute jo. Ata që janë pa letra... Nuk po pyesin se këpozën, dhe kjo është ksenofobie pas. Jo, në absolute, kjo është e nxitur dhe nuk është e vërtet në mënyrë më absolute. Asni nuk ka ikë me letra. Se e ka nxitur po më? Kush e ka nxitur? Është agenda e humësve liberal. Dhe ata duen të kapen pas fije zbarit. Dhe jo, është e vërtet kjo. Na prunën edhe në Shqipëri baza refugjat. Jo, më tash do t'i mbajmë faleminderit presidencës Trump dhe ne afganët i kemi të mirë pritur. Jo, tashmë i kemi të mirë pritur. Neve na i solli administrata pararence, por administrata aktuale po na i lë peshesh. Do na bjerë dhe Kosova sot me vendim qeverie pranoi me shumë dashamirësi, por për arsye gjeopolitike përkohësisht e ka pranuar. Edhe ne përkohësisht i pranuam afganët më këdheu. Edhe ata mujahidinët përkohësisht i morëm ne, po. Çfarë ndodhi mbrapa? Pak okupuan. Tani duhet shkatërru pra kjo lloj politike dhe Trumpi ato do të bëjnë, do të shkatërrojnë emigracionin e palishëm. Ne këdo që s'do vota e marrim ne.